Kemi ndjerin edhe knacin me neve në studio, psikoterapisti, psikologu klinik Arton Ademi. Arton, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta, me knacin më të madhe të jem pjesë e kontributit sa i përket çështjes së shëndetit mendor në Kosovë. Dhe për shkak të afërsisë që kemi lexuar mjaft për psikoterapistët dhe që vetë vizitoj shpesh, është një afërsi që nuk drejtohemi me zotëri. Dhe kjo është ajo një ndjesi që vetë psikoterapia na jep që të jemi të afër. Përgjithësi, prej fillimit të studimeve psikologjisë ne kemi pas një lloj thymje të barrierës edhe mes profesorëve dhe studentëve që shpesh herë profesorët kanë pas dëshirë që të thrasun nemen e jo në titullin profesor. Ndoshta prej aty ka nisur ai rrugtimi që ne përmbrëmsojmë veten tonë se si thosh një ndjenjë që t'i ofrosh dikujt që ka nevojë për ndihmës ballafaqimimin e problematikave që ai mund të ketë në përditshmërinë e tij ditore. Mandej gjatë rrugtimit tonë të shkollimit profesional si psikolog në herë, mandej studimet postdiplomike në master në psikologji klinike, që psikologjia është një oqean që ka shumë drejtime. Në kuadër të kësaj, mandej edhe profesionisti i psikoterapisë është një profesion në vete që është i ndan prej psikologjisë klinike. Edhe prej drejtimeve tjera të psikologjisë që janë brenda, që thash në ato që anin e psikologjisë në përgjithësi. Vetë shkollimi na ka bërë që fillimisht na për veten tonë të përjetojmë atë ndjenjen se si është të kalosh me një sfidë apo thonë pak ma me gjuhën popullore, se kam qef me ful me gjuhën e popullit. Patjetër të jemi për popullin. Patjetër, me kënaqësinë më të madhe. T'ju japum atë hapësinën e nevojshme që mos ta ndjen atë barrierën fillestare mes profesionistit shëndetit mendor edhe personit që ka nevojë për një shërbim për të kalimin e sfidave me cilat ai po ballafaqohet për momentin. Andaj, ndoshta kjo vetvetive bën edhe komunikimin më të lehtë mes njerëzve, në këtë rast profesionistit shëndetit mendor, edhe personit që ka nevojë për mbështetje, për kraje, shtjellim, ballafaqim me emocionet, me streset, me ngarkesat e tij ditore që ai mund t'i ketë, në mënyrë që të ketë një kualitet të funksionimit të tij ditor. Andaj kjo e lehtëson mënyrën e komunikimit, kështu që dhe aty ku ndihemi të themi komod, ku ndihemi të hapur, aty edhe në një farë forme qetësohet vetë shpirti ynë, emocionet tona, mendojmë pak më ndryshe edhe ndihemi më lehtë, pavarësisht ngarkesave emocionale apo shëndetësore që mundemi me i pas. Fillimisht do doja edhe të di në aspektin nga prizma e psikoterapistit, psikologut klinik, me atë çfarë edhe po lexon, edhe po sheh me institucionin ku punon, edhe ti në një institucion zyrtar, që nuk po e potencojmë vendin, që është mjaft i rëndësishëm për vendin tonë, dhe me atë gjithçfarë çfarë po sheh, në përgjithësi si e vlerëson si shoqëri, si qëndrojmë me shëndetin mendor? Në fakt, është një sfidë në vete. Për arsye se njerëzit mund ta kuptojnë si një diçka jashtë rregullave, jashtë normave, një problematikë të jashtëzakonshme që ka sfidat e veta. Megjithatë, ajo çka e shoh viteve të fundit, shoh një trend të rritjes të vëdësimit edhe të popullatës përgjithësi për nevojën e trajtimit edhe dhënies të shkallës duhur, trajtimit të shëndetit mendor për njerëzit që kanë nevojë ose që hasin vështirësi gjatë rrugtimit tyre ditor. A ka vështirësi? Po ka vështirësi. A ka sfida që njerëz po ballafaqohen? Po. Atëherë na do të jemi të rënduar si shoqëri, ka më shumë, do të thotë, a jemi në atë pikë, si ta quajmë si titull, siç e kishin përshkruar disa portale, Kosova në alarm sa i përket shëndetit mendor? Realisht, edhe pse duhet ulëtime faktike nuk janë bërë. Duhet potencu fakti që do të ngritet një alarm. Alarmi ka qëllimin për të na ngrit vedijen, të na zgjaj. Në këtë kuptim duhet ta shoh edhe këtë terminologji. Nuk duhet ta potencoj anën negative, po anën e mirë të asaj se çka do të nxjerr edhe prej këtij titulli. Prej vetë fjalës alarm. Alarmin secili prej nesh e përdorim për të na zgjuar. Atëherë, në rast se e konsiderojmë këtë pikë, atëherë po, do ta përdorim si një alarm për nevojën edhe rëndësinë që ka shëndeti mendor për mirëqenien e përgjithshme të individit. Po du më nalë të një pikë që ne si psikolog klinik edhe psikoterapeut
Fatmirësisht kush i ka të dyja atë është i pasunun hala më shumë në ushtrimin e profesionit të psikologut, që çuçi thash, është ndarë psikologu prej psikoterapisë, se është rrugtim tjetër i shkollimit në psikologji, rrugtim tjetër i psikoterapisë. Nuk mund të jesh një psikoterapeut i mirëfillt në rast se nuk e ki bazën prej studime bazike në psikologji. Mandej studime tjera ato veç janë ndihmës hala dhe më shumë e madhe për të njoftë mirëfilli, po psikoterapia nuk kufizohet vetëm te psikolog. Mund të jenë edhe doktorë edhe psikiatrë, ata që mund të jenë edhe psikiatrë edhe psikoterapeut shumë të mirë. T'ju nis prej këtyne gjanave, atëherë me ndërlidh me faktin të ne në psikologji klinike, po edhe në psikoterapi, po edhe vetë psikiatrit që më ka rastis gjatë shkollimit specialistik me pas kontakte që unë jam shumë falenderus psikiatrëve që na kanë mirëprit edhe janë të hapun për bashkëpunim, se ndryshe kur janë dy ndryshe kur është veç një, e kanë atë kuptimin si profesion. Ata e potencojnë faktin biopsikosocial, do të thotë trajtimin biopsikosocial. Çka do të thotë kjo? Në aspektin biologjik, trajtimi me medikamente ndryshme që dohet ndoshta në raste të caktuara dohet të intervenohet për të stabilizuar gjendjen e një personi që të vazhdohet tutje. Në aspektin psikologjik, ana e psikologut që do të ndihmoj për vazhdimsinë e funksionimit të atij individi. Kur thamë edhe social, ne jemi qenie sociale. Atëherë edhe në rrethin shoqëror, se si perceptohet një individ që ka vështirësi shëndetit mendor, çka do të bëj edhe shoqënia për atë individ, për t'i ndihmuar në tejkalimin e sfidave me të cilat ai po ballafaqohet. Do të thotë është një trekanç që nuk bën njëra patjetrën. Është i pandashur. Do të ishte e plot. Por ka raste kur edhe vetëm psikoterapia na ndihmon. Por para të kalojmë aty, në shumë momente njerëzit të cilët ballafaqohen me probleme të shëndetit mendor mundën me qenë konfuz, sepse shumë herë kanë edhe simptoma fizike. Dhe nëse dikush edhe i drejton tek psikoterapisti dhe psikologu, shumë herë aludojnë çka kam më buaj mu veç me të folë, a kam më fry. Këtu është në shoqërinë tonë. Çka bën psikoterapisti, si ndihmon një klient? Te kjo që është qëllimisht e përmena trajtimin biopsikosocial. Do thotë, kanë plot njerëz që kanë vështirësi ose kanë indikacione ose kanë shenja, simptoma në aspektin fizik, azo për shembull për shkak të ngarkese të mëdha mund të kenë çrregullime të ritmit të zemrës, rritje tensionit, mund të kenë të lashe intensionale, do më thonë problemet me luktin, probleme me veshkat. Njëna po shkoj te simptomat fizike, kur ka ngarkesat maja, shpeshherë në zhargonin ton ditor, potencojmë faktin që ka shumë njerëz që shkojnë të urinojnë shpesh. Do më thonë, në këtë rast po hyn funksioni veshka, fshikëzës urinare, gjitha gjëra tjera që nuk do të hyn domenën e profesionit doktorit në këtë pjesë, po megjithatë ka lidhshmërinë. Hapat e parë si psikolog klinik edhe si psikoterapeut që fillimisht mundohemi të eliminojmë është aspekti biologjik. Që të shohim a ka ndonjë pengesë, a ka ndonjë vështirësi, a ka diçka në aspektin fizik që duhet me u trajtu. Krahas trajtimit, në këtë rast që do të më bëjmë me medikamente, që është psikiatri i përgjithës për këtë pjesë që më përshkru medikamentet, na e japëm kontributin tjetër në aspektin psikologjik edhe social që individi të tri fushat t'i ketë për brenda vetes ti edhe ta shef problemin e shëndetit mendor si një diçka shumë normale. Nuk po di sa po jemi qartë. Andaj, kur i shohim gjanat që është shumë normale, sikur një individ që shkon të merr një trajtim te kardiologu, ose te pulmologu, ose te ortopedi, e njëjta gjë është edhe trajtimi i shëndetit mendor. Se po bëjmë fjalë për një qenie njerëzore. Qenie njerëzore nganjëherë mes kolegëve për me potencoj faktin është e ngjashme sikurse ndërtohet një puzzle. Pa psikologun puzzle-i nuk plotësohet. Mbetet një vend bosh, nuk e merr kuptimin edhe të plot. As psikologu klinik nuk ka të drejtë në aspektin etik të përzihet në punën e mjekut specialist. Përshkrimit medikamenteve sidomos. Absolutisht, edhe pse në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka disa universitete që i përgatisin psikolog klinik të cilët
ka një përvojë minimumi 10 vjeçare si psikolog klinik në mentorimin e psikiatrit që mund të përshkruajnë një numër të medikamenteve që janë shumë të lehta, edhe ato përshkrime që i bojnë në mbikëqyrjen e psikiatrit. Mendimi jam personal është që këtë gjë nuk do duhet bën një psikolog klinik. Është doktori ai që ka është i shkollum për pjesën e medikamenteve, na do të bëjmë këtë pjesën tjetër. Cilën pjesë e bën ju? Cila është pjesa tjetër që e bën ju? Pjesa e mbështetjes, pjesa e trajtimit, pjesa e identifikimit shumë situatave. Kur kemi probleme të shëndetit mendor, fatkeqësisht ka edhe njerëz të tillë që kanë edhe çrregullime të personalitetit, kanë edhe të tjera probleme nga më të ndryshme që besoj që gjatë gjithë muajit të shkurtër dhe sërish do t'ju kemi dhe juve në studio dhe do të flasim më detajisht RTK Radio pikërisht do t'i dedikohet plotësisht shëndetit mendor në këtë periudhë kohore për orës 10, në këtë interval kohor për orës 10 deri në orën 11 dhe natyrisht që munden më na shkruajt dëgjuesit, sidomos edhe bashkëdhetarët për më qenë më afër tyre, se ndoshta ka momente edhe kur ndihen më afër me vendasit e tyre edhe shprehen. Ajo çfarë më intereson që përveç këshillave dhe bisedave e kanë edhe atë ku mundet ai me ditë për me më dhënë mu mend, për me më këshillu. A thon ju këtë duhet me bëu kështu apo ashtu, apo na ndihmoni neve me i gjetë mendimet tona se ku është gabimi? Dëgjom, tash po mundona me thjeshtu në aspektin e praktikës profesionale që e bëjmë. Psikologu ka për detyrë me qëndru krah për krah me klientin. Këtë rast, kur tham klienti është marrësi i shërbimeve. Jo t'jetë një hap para, jo t'jetë një hap mbrapa. Do të thotë është krah për krah. Praktikën tem, unë gjithmonë e potencoj faktin, unë ka më mundu me qenë pasqyre e jotja, që ti me pa ndryshimet tua emocionale, më mundu në mënyrë metafizike, me u fut në trupin tanë, që ne e thrasim me termin empati, me u rikthy në trupin tim, edhe me ju dhënë emër secilës vështirësi që hasë. Thonë gjuhën akademike, me identifiku secilin simptom që një individ mund ta ketë karshi ballafaqimit me vështirësi të funksionimit të ditor. Qëllimi i këshillimit përmes psikoterapisë ka të bëjë me faktin e gjetjes së aftësive në individi, rritjen e kapaciteteve menaxhimit të atij personi karshi situata me cilat ai po ballafaqohet, fuqizimin e pikave të dobta që mund t'i ketë, edhe mënyrën se si ka me e kuptu veten e tij. Domethënë këto janë 4 pikat kyçe që mandej zgjerohen si një pemë që ka dekte veta, që trajtohet veç e veç. Sa ka rezultuar suksesshme? Sa ndihmon kjo tek njerëzit? Ndihmon deri në momentin kur ndoshta në situata të caktuara është e nevojshme ndërhyrja edhe psikiatrit me medikamente. Po jo vetëm. Edhe pse kem raste të cilat ne i trajtojmë, merr medikamente, pjesën tjetër të diskutimeve, të trajtimit vështirësive, problematikave, simptomave që një person mund t'i ketë, atëherë shihet qartë se ku është vështirësia e atij individi. Punohet me këtë gjë. Unë shpeshherë, po e kam njënën prej gjanave më të funksionimit tem në raport me klient që të marrin shërbim, gjithmonë e potencoj faktin. E djeshmja është histori. E nesërmja është misterje. Djeshmën veç të shkojnë, mbeti histori nuk e ndryshojnë. E sotmja është reale. Jeton sot dhe këtu. Pyetja ime që shpeshherë ju bëhet, që ju drejtohet në fakt. Je duke jetuar dje, je duke jetuar nesër. Por sot nuk po e shihen. Andaj asnjëherë nuk e anashkolojmë të djeshmen. Asnjëherë nuk e anashkalojmë të nesërmen. Natyrisht është një refyes për mos përsëritjen e gabimeve tona që mund të kemi bërë. Nuk du me qujt gabime, du me qujt vështirësi, jo gabime. Du me pa anën pozitive. Zatën që shemi shkollun dhe psikoterapist pozitiv. Mos ta ndërshkojmë veten, mos ta fajsojmë veten. Ta fajsojmë, po ta kuptojmë cila është arsyeja që po e fajsojmë.
Unë nisa edhe biseden me çështjen e alarmit që nuk po du me pa një diçka negative, po du me pa në kundërshtrimin pozitiv. Zotën që jam edhe psikoterapist pozitiv i certifikun, për me pa anën e mirë se çka mundemi me vum pa, çka mundemi me forcu, që i përmena më herët aftësitë, kapacitetet edhe mundësitë tona cilat i kemi, edhe mënyrën se si ne ja dalim ban me të i kalu një situatë saktune. Suksesi jonë varet shumë në faktin që arrim me kriju atë besueshmërinë terapist klient, fuqizimin e asaj besueshmërie, edhe mënyrën se si do të funksionoj tutje kjo gjë. Pa harru kush ishim dje, pa harru ku do mbrim nesër, po mbi gjitha nuk do të harru ku jemi sot. Kjo ka shumë rëndësi. Kjo ka shumë rëndësi. Sepse dhe reflekton në çfarë do të jemi nesër. Jo rastisht e përmendon në termin pasqyrë. Do të thotë klientit komo mundu në maksimum me e pasqyru ndjenjat e tij, mandej me u kthy në karrikën tem, me i dha zë, me i dha emën asaj vështirësie edhe për të lulëzu, jo për të shuk. Gjithsesi. Ndërsa ndonjëherë edhe mundem me tinglu tek dëgjuesët dhe shoqërues që po kthej prej pyetjes në pyetje, po prej dëshirës derisa ju kemi në studio dhe koha nuk mjafton sepse është temë mjaft e gjerë, por dua të nxjerr pak të themi. Kur është momenti kur ne duhet jemi të vetëdijshëm që kemi nevojë për psikoterapist? Dhe një nën pyetje tjetër, kur është momenti kur ne duhet kuptojmë që na duhet edhe përkraja e psikiatrit terapisë? Simptomat e para që zakonisht nuk do të më janë shkalu është çështja e qetësisë tonë. Në rast se deri sot kam qenë një person po thirr në veten e parë. Kam qenë një person që kam qenë shumë i durueshëm, i qetë. Kur shohum ndryshimet që toni zonit po rritet. Mund të jemi jo vigjilent, jo të vetëdijshëm që toni jon po rritet. Në momentin kur e shohim që mos po jemi tolerant. Atëherë momenti kur çesë popullim ka deri këtu. Mandej kur kemi që rregullojmë ritmin ditor, bioritmi ton. Kemi vështirësi për të zgjuar bioritmi. Tash po mundona më shpjegoj me radhë. Kur kemi vështirësi për të zgjuar. Ose kemi disponimin të ramë për toke. Zakonisht mund të thuhet ajo shpreh abre sot s'kisha dashur më çu prej organet. E sa shpesh e shohim edhe ndëgjojmë. Tash më shefet diçka mas kësaj shprehje. E dyta, po jo më pak e rëndësishme këto që po i renditi. Të mënyra se si ushqehesh. Po ushqehesh shpejt? Po ushqehesh pa kontroll? Apo po e ndërpret ushqimin? Mënyra se si në rast se je në vend punës ose ke aktivitete, në rast se ke qenë i përpjekt në termine, po fillon po ndryshon kjo sjellje. Je ma vonë për shkak se nuk e ke atë energjinë cilën e ke pas më herët. Këtu pak po qeshëm se po shoh që kohëve të fundit pak po vënona ka 5 minuta. Këtu mandej ndërlidhen edhe shumë gjëra tjera që nuk më varen ndoshta shpeshherë këtë pjesë për shkak dinamikave të jetës se sot kemi një jetë shumë dinamike, një jetë shumë eksplozive. Mandej në mbrëmje mënyrën se si komunikojmë, mënyrën se si rrim, se si flasim me anëtarët familjes. Shkojmë për 30 gjumë. Se shumë qoftë nga familjarja apo dikush që çka pat më pa i bo kur gjuhë zbërtiti. Bëhen këto, veç të shpjegoj që to mandej shkojmë për 30 gjumë. Shofëm që mendja neve po na fluturon, ku e dim ku. Mandej ose kemi raste tjera që me çdo kusht mundohemi jo me çdo kusht, po mundohemi me ik drejt në gjumë. Kam shefet një diçka aty. Do më thonë janë gjana shumë thjeshta që na nuk nga njëherë bëhemi neglizhent. Kur shohim që këto po përsëriten për ditë caktuar, për javë caktuar, atëherë është koha kur dosh me kërku një këshillim me psikologun për të pa çka nuk është ka funksionuar. Detyra e psikologut
klinikë në këtë rast, edhe psikoterapeutit është kur e shef që këto po vazhdojnë, edhe pse po bashkëbisedon, po vrehen edhe ndryshime tjera fizike që i potencon klientin këtë rast, atëherë psikologu e ka për detyrë me bashkëbisedu me klientin edhe me i propozu që është mirë me marrë një trajtim me medikamente prej profesionistit, në këtë rast prej psikiatrit. Ka raste që njerëzit anashkalojnë punën e psikologut për shkak të atij paragjykimit që unë jam i çmendur, edhe shkojnë direkt te mjeku psikiatër, që zakonisht vetëm respekt për gjithë mjekët, por një gjë është është diçka tjetër që duhet potencoj, që ndonjëherë edhe psikiatri duhet të jenë të kujdesshëm, se vetëm pse ka ardhur klienti, se nuk po i quajnë pacient as vetë psikiatri, dhe vetë psikiatri dhe një studio i quajnë te klient, nëse ka ardhur dhe je psikiatër, nuk është e domosdoshme që patjetër të shkruhet medikamente nëse problemi është më i vogël. Dhe psikiatri duhet të jenë të themi pak më. Unë potencova më herët gjatë shkollimit ton specialistik, ne kemi hasur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me psikiatër, edhe unë jam falenderues për mikpritjen konkretisht mua që më kanë bën, qoftë në klinikën e psikiatrisë, qoftë klinikën e psikiatrisë klinive. Atë padyshim, por duhet të jenë kujdesshëm që jo çdo herë të përshkruajnë medikamente vetëm se janë mjek. Por është mirë të drejtojnë dhe të orientojnë edhe te psikiatri. Këto qëndron ajo bashkëpunimi që përmendon më herët atë rekonshin. Çka është dashur me pas si qytetar, sikur tesh në funksionim i sistemit shëndetësor, më i mirëfillt, kur një person vren që ka një ndryshim të ritmit të rrahëve të zemrës ose tensionit, ose ka gjithmonë reflukse të luktit apo ka vështirësi tjerë, do të shkoj fillimisht te mjeku familjar. Mjeku familjar aty e ka për detyrë di se ku ta orientoj. Dhe fatkeqësisht ne nuk e kemi zatën, secila familje mjeku familjar. Një çështje tjetër nuk po duhet me tingëllu kritikues, absolutisht. Larg asaj. Do të jem një person që jep një sugjerim ose jep një propozim për të mirën e kësaj shoqënie. Ndoshta kish me kon njëri prej propozimeve që Ministria e Shëndetësisë dhe Shteti i Kosovës në përgjithësi të ketë parasysh faktin që për nevojën e trajtimit shëndetit mendor në qendrat mjekësive familjare të ketë psikolog. Që mjeku familjar fillimisht aty ta konsumoj personin që të merr shërbimin e nevojshëm edhe duhun karshi situatës me cilën ai po ballafaqohet. Tutje me vazhduan hapat në rast se gjendja fillon me u përkeqësu, me kërku shërbime më të avancume. Në ligj janë që do të marrët në shërbimit e mjeku familjar, mandej mjeku familjar. Po ato po janë vetëm zyrtarisht, vetëm punë letrash, fatkeqësisht. Në pjesë nuk guxoj më u përzis, se nuk kam një uritë mjaftueshme, po ju si gazetar, si radio, si gazetar, ju mund të keni ndoshta informata më të shumta këtë pjesë se si funksionon. Po si një qytetar i thjesht, kur unë kam një vështirësi, do të shkoj në mjekësi familjare, në rast se kam një peza për shembull, se nuk e di çka më pas ka fiksuar sot puna e luktit. Të marr ndoshta që tregova unë që po kam shqetësime me. Për shkak ndoshta se stresi është njëri prej atakuzëve kryesor të luktit. Domethënë që kanë vështirësi në lukt ose në tension ose pa i përjashtuar edhe këto probleme të tjera. Me shëndeti jonë mendohet me ndiku kaq shumë në lukt. Kaq probleme me shkaktu kaq shumë. E përmendon edhe çështjen e puzzle-it. Tash dalim ndoshta jashtë kësaj teme. Nuk e di, ndoshta në intervistat më hershme, bisedat që kemi pas, nuk e di, ndoshta e kompetencu faktin se çka ndodh kur një nane e shef fëmijën e vet që po e zon vetura. Apo peshkelkere që e gjithë popullit, po. Fuqin aq të madhe që e merr për të ngrit veturën, për të shpëtuar fëmin, është kjo faktori psikologjik. Nuk ka faktori fizik. Dhe kjo ndodh shumë herë në raste panike që na vjen fuqia kur qetësohemi dhe na ka ndodhur besoj disave. Kemi rastin konkret luftën. Edhe pyetemi kysh mujta me bu që tash në gjendje qetësie nuk kisha mujt. Prandaj çështja e shëndetit mendor po duhet nxjerr atë anën. Me një fjalë s'ka më mendet kres. Se kjo pjesë aparatitës ta vim pak edhe. Je kam kthem pak se unë thash jo rastisht e përmenda që unë duhet të flas gjuhën e popullit, po marr shumë prej popullit, prej thonave që populli i kalon. Shumë fjalë të nda. Thuhet shaka me mend nuk ka.
Shumë e vërtet. Kështu që rëndësia du me u lidh prapë te termi alarm. Me të vërtet do të jetë një alarm që ne si shoqëni të vedisohemi për rëndësinë. Jo pasoja që janë. Të merremi me çështjen e parandalimit. Çështjen e vunjes të meleve të mirë fillta se si do të jetë një organizëm i shëndetshëm. Kur tham i shëndetshëm, nuk po e potencoj vetëm shëndetin mendor, po flasim për gjithësi. Zatën siç është ajo thonja vjetër latine, mendja shnosh në trupin e shnosh. Shumë e vërtet. Unë do e lusja Fatimin derisa po flasim ta bën gati këngën, më kujtua për momentin kënga e Teuta Selimit, çka po dojmë na po bojmë. Është një këngë që pak na motivon. Edhe kur vjen shi na knojmë, kështu që po e marrim në aspektin që çfarë do periudhe jetësore të jemi, edhe nëse është vranët në jetën tonë për momentin, atëherë është mirë me qeshë dhe me u disponu sa do pak. Mesin e profesionistëve, do më thon kolegëve të mi, po jo vetëm mesin e njerëzve me cilët unë rri. Shpeshherë kemi ato debatet në shtonia më e opozita që më thonë nuk po mundemi, unë gjithmonë e potencoj faktin çka duam ne ato e bëjmë. Nëse duam të kujdesemi për shëndetin tonë, ne kemi për të kujdes. Nëse duam të arrijmë diçka, ne kemi për të arritur. Shumë e vërtet. Jo mundemi. Gjithçka mundemi të bëjmë. Kjo është vetëm edhe, duam. Unë e krahasoj shumë herë në atë se jam pak të themi nostalgjike për atë pjesën e bukur, ndoshta e bukur. E shef që këto janë trauma që do të flasim pak edhe për traumat e rinisë ose fëminisë që na kanë bërë që dashurinë e paranojnë sikur vetëm në moshë rinore që mundet me ndodh. Dashuria ndodh në çdo kohë edhe në çdo moshë, por duhet dal aty që e kemi vërejtë ndonjëherë kur personat e dashur na ftojnë sado me qenë të lodhur, na vjen një farë vullneti në sekond, dalim, shkojmë nuk e ndim lodhjen fare. Por momentin kur janë disa gjëra apo çështje që nuk na pëlqejnë, na hub me fuqi, me takat, me krejt. Këto janë prap, po shef që po delte fjala jam që ne duam që ndrojmë këtu mos shkojmë atje. Traumat e fëminisë. A mundet me ndiku që në të ardhmen ne me pas probleme të shëndetit mendor? Qoftë edhe ato të themi më të zakonshmet, ankth, depresion, që mundemi me thonë që çka u bë pak pa tani problem, por thelbi me qëndru dikun shumë më atje. Sigurisht se këto janë gjëra që me të vërtet na përcjellin prej mënyrës se si jemi rritur dhe mënyrën se si jemi ballafaquar gjatë rritjes tonë dhe me gjërat me të cilat ne i kemi pas gjatë rrugtimit tonë të jetës. Këto gjëra me të vërtet janë si indikator që mund ndikojnë në përkeqësim gjendjen e shëndetit mendor, për arsye se vështirësitë të cilat ne i kemi has, streset me të cilat ne i kemi kalu, pengesat të cilat në atë kohë ndoshta kanë qenë të pa realizueshme, apo pengesat të cilat neve na kanë bërë të pafuqishëm, ato do të jenë pjesë e jetës tonë. Unë e thash, djeshme nuk do të harru ku jemi. Po çka ka rëndësi është mënyra se si dalëm prej këtyre gjërave. Vetë termi traumë përdoret në shumë drejtime, ta za për shembull në mjekësi, në ortopedi përdoret si një lëndem. Në aspektin e shëndetit mendor është lëndem. Do thotë, na jemi ballafaquar me një diçka e cila neve na ka lëndu. Simptomat kryesore të traumës janë ndjenja fajësisë, ndjenja e përkeqësimit të vlerës tonë, do më thë ulja vetë vlerësimit, motivimi ullon. Pendosje së kufive, në qoftë që kemi pa prindër që nuk kanë pas. Është pjesë e asaj në Afrika se çka do të ndodh nesër. Ankthi është frika që na e përjetojmë për një situatë çka do të ndodh në të ardhmen, jo aktualisht. Momentin që na e kuptojmë këtë gjë, atëherë normalisht që edhe ankthin e menaxhojmë. Pikërisht simptome që i kemi, dikush ka ngushtim në zemër, varësisht edhe në çka jemi frigu, po më duket më shumë gjatë jetës sonë, nëse kemi parë më shumë njerëz me probleme të zemrës, zakonisht aludojmë në ato momente, mos e kam edhe unë zemrën. Sigurisht. Ose kur dëgjojmë ndonjë lajm që dikush vdiq i ri nga zemra. Këto janë gjëra me të cilat na unë përmenda që mënyrën se si jemi rrit, mënyrën se si është rrugtimi jon, me çka jemi ballafaquar, atëherë këto janë pjesë e jetës tonë që janë të pa shmangshme dhe janë të pandashme. Nuk guxojmë t'i harrojmë, po ne do të punojmë drejtim që me i mbajt afër vetes. Mënyrë që kjo neve na ndihmon për me e urim kam për me vazhdu rrugën tonë. Tash, aftësia e njeriu për të rikthy në gjendjen paraprake, ne në terminologji e thrasim reziliencë. Do me thonë,
kur unë e përjetoj një situatë po mundohna me analizu. Një kërsim të madhe për një aksidenti trafikut. Jo pse unë e shoh aksidenti trafikut kur dy automjete ndeshen mes vete, por zhurma e cila krijohet, ndoshta ma bën lidhjen me bombardimet që kanë ndodhur gjatë luftës që ka ndodhur në Kosovë. Edhe mbijetesa jon përballë atyne bombardimeve. Për një moment organizmi ynë ka me reagu në mënyrë të pavëdijshme, se janë reflekset ato që neve na bojnë të marrëm masa për me i u shmong një tragjedie të mundshme e cila mundet me na ndodh. Andaj, kur kemi këto situata, trauma është bombardimi. Kërsima po na ngjall neve qatë trauma, qatë lëndim që na e kemi pësu. Në rast se ne përjetojmë të njëjtat simptoma, sikur se atëherë na nuk e kemi trajtu mirë filli traumën. Sikur ne për një periudhë të shkurtë e analizojmë gjithë situatën, shohim që është një aksident trafiku, nuk është jeta jo në rrezik, na rikthehemi në gjendjen paraprake. Edhe vazhdojmë tutje. Për shkak të kohës do të ndalesh edhe shumë për fund te një problematik që mjaft po ndodh në vendin ton, dhuna në familje që është çdo ditë në rritje si për numrin e dhunës në familje, ku çiftet fatkeqësisht që besoj pajtojnë edhe ju që nëse fillimisht edhe pse të shëndosh kishin me pas një psikoterapi para se të futen në një raport për me ndërtu një familje, një institucion siç është familja, besoj që ato traumat e mëparshme nuk kishim i marrë me vete për me ditë pastaj se si me reflektu edhe mos me paragjyku njëri tjetrin. Por vetë këto është një temë në vete që do ta flasim dhe besoj që do të kemi sërish në studio. Por vetë dhuna në familje që është kaq shumë në rritje, sa ndikon ajo për të na shkaktuar edhe nëse nuk kemi pasur asnjë problem të shëndetit mendor, edhe nëse ne nuk kemi shkaku dhe kemi abuzues për rreth, sa munden me na keqsu neve mendërisht? Me vetë faktin që ka mungesë komunikimit brenda familjes, atëherë ndodh edhe dhuna brenda familjes, dhe me thonë për shkak se mos dakordimit për me zgjedh një problematik me cilën si familje mund ballafaqohen. Sigurisht që këto gjana me cilat na ballafaqohemi, këto mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tonë mendor për shkak të presionit, lëndimit që na e përjetojmë me ndodhin ende situatet të tillë. Andaj normalisht që këto do të lejnë gjurmë pashlyeshme shëndetin tonë mendor, dhe kjo mandej e rrit nivelin e stresit, nivelin e ankthit, nivelin e dëshpërimit tonë që mund të kemi karshi ballafaqimit me sfidat e jetës me të cilat na do t'i kemi në tarmen. Nuk është një diçka që nuk mund të mësohemi me trajtu një vështirësi të tillë që nesërmen këto mos me ardh deri te një përsëritje një dhunë. A mundemi me kriju mekanizma mbrojt përmes psikoterapisë dhe psikologëve deri në atë mas, sa me mbrojt me ndërtu një mur ndaj abuzuesit, sepse kur bëhet fjalë është ky rreth i vicioz, kur bëhet fjalë për familjar, shumë herë jo vetëm divorci apo jo vetëm mes partnerëve, kjo po mundet me ndodh me vllaun, me nanën, me motrën dhe ti nuk je ku e çan, por a mundesh me kriju një mur për me mbrojt një mekanizëm me mbrojt veten, mos me autoaku pastaj me problemet shëndetit mendor. Po, mundemi të krijojmë masa të tilla, mund të krijojmë mekanizma që e ruajnë shëndetin ton, për mos me u ballafaqu ose mos me psu një dhunë fizike apo një dhunë psikologjike pe kujdo qoftë brenda familjes, po jo vetëm, edhe rrethit pak më gjanë. Mënyrën se si komunikojmë, mënyrën se si perceptojmë situatat. Këtë gjane po duam ndoshta nuk e dia është vendi me tamam me bën një krahasim tillë, po në popull gjithmonë është përmend një shprehje, kërkoj falje për fjalorin. Po në rast se takohen dy të meqëm, me komunikim e zgjidhin problemin.
Rase takohet një i meqëm, edhe një jo i meqëm, s'po du me qujt me tim budall. Nuk po du me qujt, jam i prinun tash edhe ma heret me pa këtë pjesën tjetër. Nëse takohet një i meqëm dhe një budall. Rase takohet një i meqëm me një tjetër jo të menqëm, që nuk she, për të disa moskave që i ka, nuk ka një vizion pak ma gjanë, prap zgjidhet problemi, se njëri tërhiqet, e shef ku edhe tërhiqet. Mandej është edhe, po jo dy të meqëm, kur takohen ata bëhen llam. Aftësia jomë për të pa, për të analizu situatën me cilën ata ballafaqohen për me rujt. Bëhen llam, unë e thash. Për këto po kemi të probleme në familje. Kështu që i përshëndesim gjithë çiftet. Nuk kisha dash me qujt si sojt. Po e quajmë pak me sarkazm, me shaka, por satirike, po do të më kuptu. Nevoja e komunikimit është qelsi i secilës zgjidhjet problematikës. Dhe për këtë dallojmë nga qenie tjera. Njeriu ka intuit, nuk ka instinkte. Ka intuit. Dhe mos me figuru si kafsh duhemi me usill si njerëz. Kafsha ka instinkte, nuk e përjashtoj që shpeshherë njerëzit e thuajnë normalisht që ka, po njeriu është një shkallë më lart që ka intuit. Dhe mos me shfrytzuat kapacitet. Na do të shfrytëzojnë komunikimin për të zgjedhur problematikat për një diçka. Për populli e ka dhe një tjetër thënie, sepse jemi në minutat e fundit. Thotë të pitit edhe budalla ja ka lëshu rrugën. Edhe pse po e përmend edhe abuzuesit me substanca nga më të ndryshmet, fatkeqësisht numri është në rritje në vendin tonë dhe fatkeqësisht shumë nga njerëzit kanë edhe familjarë të cilët janë edhe alkooliqar kronik dhe nuk dëshirojnë të pajtojnë me faktin që me shku me ndihmu veten dhe ka shumë gjëra që ndoshta ndikojnë apo abuzuesit të tjerë narkotik si marijuana, droga të ndryshme që fatkeqësisht janë vetë faktin që përdoren gjëra tjera që të jashtme në këtë rast që ndikojnë drejt për drejt në shëndetin, këtë rast shëndetin mendor, qoftë alkooli, qoftë narkotik të ndryshëm. Ai njeriu nuk ka pastaj kapacitet me usil, po e pson personi që jeton me të. Nuk është gjendje më me pa realitetin ose me logjiku një situatë cila është duke ndodhur. Çka duhet me bëj? Psikoterapia çfarë thot në ato momente? Duhet ta ndihmojmë fillimisht veten apo personin që po ballafaqohet me atë problematik? Është një thik me dy teja. Është një thik me dy teja paralelisht do të shku. Pa ana shkalu edhe në këtë rast që ka ra preje një diçkaje se jo rasisht dikush fillon me alkoolin, jo dikush rasisht fillon me narkotik. Shpeshherë është ajo bindja që po e përdoro një gotë alkool ose po të mora diçka prej substanca psikoaktive, unë ko me zgjedh problematikën ose ko me harru këtë gjë. Ose ko me harru për momentin, po kur këndjellësh prap jashtu dhe prap detyrohesh me do me tjera ato që janë zinxhir. Me shkujeta pit. Me të shkuj devën mos me shnju këtë jetë bukur që vetëm një herë na dhurohet. Ka diçka që ka shty një individ me orë deri tek ajo pikë, po megjithatë mundohemi ne bashkarisht t'ju ndihmojmë, t'ja u lehtësojmë rrugtimin e jetës në këtë drejtim. Në rast se arrijmë deri tek kjo pikë, atëherë me të vërtetë kemi bën një punë të jashtëzakonshme. Ato për fund, sepse edhe erdhëm në fund, nëse kishe dashur në temë shumë e gjatë, por besoj që gjatë muajit shkurt të dish që do t'i kesh ftesat sërish nga ne dhe besoj që do të kemi këto. Është temë që nuk mjafton është tani orë. Flitet për shumë det tona, edhe a mund të bëjmë diçka për me ndryshu një gjatë tillë. Andaj ajo që kisha dashur me thënë për fund këtij emisioni, ruani veten, kërkoni shërbim për veten e juaj, mos ju vijë turp. Në rast se bashkëbisedoni me psikologun ose psikiatrin, jemi profesionistë që kujdesemi për shëndetin e qytetarëve. Të faleminderit shumë dhe si po duket ideja që RTK Radio gjithë shkurtin do t'ja dedikoj, sepse nuk mjafton vetëm një muaj, por të paktën shkurtin çdo ditë për orës 10 deri në 11 do të jemi me këto problematika. Kjo të jetë pjesë e përditshme e mediave që ndihmojnë në ruajtjen edhe vlerësimin e qytetarëve për ruajtjen e shëndetit mendor. Çdo parandalim është shumë më i mirë se sa një trajtim. Kështu që po të pëlqen ideja. Gjithsesi, tash nuk do të bëhem sikur tash pak po e shndroj pak po i marr edhe një
30 sekonda. Në këto rrjetet sociale, para do dite pash një video që më bani me shumë me qesh, por realisht mënyra e kreativitetit në individi. Shkoj në për vendet ndryshme, inskenoj këto bloqet e betonit që janë sikur se topa i ngjyrosi sikur ta futbolli. Kur shkojt nesër me në klinikën e tij, po rendin shumë të madh njerëzve. Andaj këto emisione luajnë këtë rol që jo të thyhemi, po të forcohemi. Të marrëm masa parandaluese në tejkalimin e vështirësive, të mësojmë prej psikologëve se çka është e mirë, jo vetëm prej psikologëve, psikoterapeutëve, psikiatrëve, çka do që është e mirë për shëndetin e një individi, atëherë shfrytëzohen çato potenciale. E kjo shpreha mendja shëndosh në trup të shëndosh apo trupi shëndosh mendja shëndosh, se asnjëherë unë s'po e shëlloj. Ali Baba, Ali Hoxhalia, kështu që është e njëjta, është të dyja rëndësia e shëndetit mendor ka shumë në aspektin fizik, po edhe aspekti fizik lun shumë qëndrueshmërinë mendore. Arton Ademi, psikolog klinik, psikoterapeut, faleminderit shumë që ishe. Me shumë kënaqësi. Miru takov shumë.